Sot kemi ardhur sërish në vend burimi, ku ndodhet ujë me diamantin e zi dhe diamantin e gjelbër natyror. Si që shikoni në vend burim janë të theksuara njollat e vajt gurit. Në ansora kemi balsamin dhe si që shikoni një numër të konsiderueshëm flutrash dhe insektesh mushkonja, të cilat nuk i kanë rezistuar dot këtij ambienti. Kjo tregon për një freski shumë të lartë që ndodhet në vend burim. Pra, si që kemi përmendur dhe më parë, vend burimi ka disa cilësi shumë të rëndësishme, të nevojshme për jetën e njeriut, si që është freskia, si që është rikthimi i humorit, si që janë përfitimi i lëndëve energjetike, mbrojtja nga insektet e dëmshme deri te viruset. Ajo çka do bëjmë sot, do t'i shtojmë këtij vend burimi diamantin e bardhë. Ky është diamanti i bardhë natyror. Tani kemi 3 lloj diamantesh në vend burim. Çfarë pritet të ndodhi nga ky vend burim? Diamanti i bardhë do të arrijë që të sjellë ndriçimin natyral te ky vend burim. Pra shtohet në mënyrë konsiderueshme ndriçimi natyror. Është një nga nevojat më të mëdha të njeriut, pra ndriçimi natyror, i cili realisht përfitohet vetëm nga druri, lënda e drurit. Të gjithë mundësitë e tjera janë mundësi të cilat shkaktojnë ndotje midis dhe probleme të ndryshme. Pra, me futjen e diamantit bardh është krijuar dhe një energji shtesë e cila ka të bëjë drejt për drejt me hënën. Pra është një energji shtesë e domosdoshme për çdo punë që ne do të kryejmë gjatë projektit të zbulimit së carit. Pra, dekori dhe vetitë metafizike këtu janë shumë të mëdha, shumë të bukura dhe janë tërheqëse edhe për audiencën në çdo fazë. Tani do të shikojmë më tej se çfarë do të ndodhi me këtë vend burim, i cili sot ka marrë një formë të plotë, pastaj përket treguesve të rëndësishëm që i nevojiten njeriut në jetën e përditshme.